në një prej parqeve të kryeqytetit, një park jashtëzakonisht i bukur e që shpeshherë krahas njerëzve është edhe goxha i frekuentuar prej kafshëve endacake, respektivisht shumti prej qeve. Unë jam së bashku me disa përfaqësues të një organizate e cila është në bashkëpunim me shtetin holandez edhe që po këshyr me ju ndihmu shtetit ton në raport me kafshët në përgjithësi. Janë përfaqësues të organizatës Animal Kosovo e unë kam nderin me i prit në kryeqytet. Faleminderit shumë që ndajtet kohë për neve. Faleminderit të ju për ftesën. Zotëri Sadre, na fal pak për këtë organizatë, cili është synimi i saj, me çka merrni? Po. Unë së pari duhet të falenderoj televizionin të shtatë, se është kjo hera 7 ose 8, je vetëm një televizioni, domethënë i Kosovës që na ka kushtuar rëndësi neve kaq shumë, por në radhë parë që i kushton rëndësi çështjes së kafshëve në Kosovë, pasi janë në gjendje të mjerueshme, por edhe është kompliment i madh edhe për ata që i ndihmojnë kafshët këtu, sikur që janë vullnetarët edhe veterinarët e Kosovës. Për fat të mirë ka shumë prej tyre, por ju duhet ndihmë edhe në atë aspekt jemi ty ndihmuar ne atyre. Po konkretisht, çka është qëllimi i kësaj organizate? Qëllimi jonë kryesor është me ndihmu, domethënë çështjen e kafshëve në radhë parë duke bërë sterilizime intensive, pasi e dim se vetëm parandalimi i shtimit, domethënë rrit i numrit, mundet me qenë hapi i parë i një zgjidhje humane konkrete. Mandej në radhë dytë kemi dëshirën që t'i strehojmë klysh për shembull që janë pa prind, por edhe qenë që kanë nevoja, domethënë mjekësore, pasi ka edhe shumë qenë që edhe aksidentuan, po edhe me sëmundje ndryshme, sigur edhe me sëmundjet lëkure që shpesh ndodhi këtu, pasi edhe janë temperaturat larta këtu në Kosovë. Sa keni rrit deri tashmë arrit këto synimet e juja? Na falë donatorëve holandez, deri më tani kemi sterilizuar mbi 2500 qenë, edhe pse jemi organizatë e re, domethënë nuk i kemi më shumë se 18 muaj, jemi organizatë e re, por kemi sjell edhe ndihma tjera për kafshë si ushqim, e ka faze që ju duhen vullnetarëve dhe veterinarëve këtu për me funksionu, që ka vlerën mbi 2,5 milionë euro. Domethënë këto janë krejt ndihma falë donatorëve dhe popullit holandez. Mbi 2,5 milionë. 2,5 milionë euro ndihma kemi asi, po për fat keq, deri më tani kemi shumë pak ndihmë nga donatorët që flasin shqip, që thonë se duan në popullin e vet, po për fat keq ende nuk kemi asnjë ndihmë financiare, edhe pse bëhet fjalë për kafshët tona, edhe atij që është në Zvicër, edhe atij që është në Gjermani ose diçka, se këto janë kafshët tona, se problemi i një shteti është problemi i gjithë popullit. Sigurisht që ju keni bashkëpunim me shtetas holandez atje, një prej tyre është edhe zonja e cilën e kemi pranë. A unë është me pyet se çish po ndihet fillimisht në Kosovë dhe çish ka ardhur deri tek bashkëpunimi i saj me organizatën e juaj? Ja. Ta prezentoj, Suzy Steenbergen është një ambasadore Animal Kosovo, është një dashamire kafshëve, ka punu një kohë gjatë edhe në Bosnë, po edhe shumë shtetet e Evropës edhe jashtë saj, edhe kur ka marrë vesh për iniciativën tonë, u bashkangjit me plot dëshirë dhe me gjithë intensitetin është ka ndihmuar në çështjen tonë, tash po ja bëj pyetjen unë. De vraag aan jou is, hoe ben je in contact gekomen met Animals Kosovo en wat houdt jouw hulp in? Gewoon, en wat kan je betekenen voor de dieren hier? Okay. Well, I'm Suzy, ambassador and financial person within the NGO Animals Kosovo. I came in contact with Sadri and I really loved his initiatives and I thought I maybe could be of some help. Because it's a big project and he can't do it by himself, so we need a bigger network. That's why I'm here, and I had some other projects before in Bosnia and Cape Verde, so that's why I joined his initiative now. Kjo cekë që është ambasadore e shoqatës, po edhe kryen punë financiare pasi nuk mundem me i bërë gjitha këto, edhe kur ka marrë vesh për iniciativën time, është gëzuar dhe ju kanë gjitë me plot dëshirë, edhe nuk është hera parë, domethënë që mirët me kafshë, ka punuar edhe vende tjera, edhe me plot entuziazëm, po thotë kemi dëshirë të ndihmojmë edhe të zbusim sadopak vujtjet e kafshëve këtu në Kosovë.
Shpresoj që gjithçka të shkojë mirë, të ndikoni pozitivisht. Në krahun tjetër e ke Vigonin, i cili është nga Kosova edhe ona kundër ndoshta e kësaj pune që ju pret këto. Vigan, çysh shrove ti në kontakt me këtë organizatë dhe cilat ishin synimet e tua? Po, domethënë këtu rosh përmes miqësisë që kemi, domethënë edhe me zotërin Sadrin, po edhe me ekspertat të lloj-llojshëm, domethënë të sferës shëndetësore. Edhe duke pas parasysh që është një iniciativë humane, domethënë krejt qëllimin e ka domethënë donacion, mirë po edhe nuk është domethënë veç që mendojmë që qent kanë mu sterilizu, domethënë ku me pas strahim ushqim për ta, por kjo du një rol të madh domethënë edhe për shoqërinë tonë, sepse mi gjitha domethënë ndërlidhet edhe me shëndetin publik. Kemi domethënë në çdo aspekt domethënë siguria ajo lidhet pikërisht domethënë edhe me shoqërinë tonë. Kështu që kur është një gjest human, patjetër që jam i hapur për bashkëpunim, e ndjej obligim me bashkëpunu edhe i ftoj gjithë qytetarë, domethënë jo vetëm Prishtinës, po prej krejt Kosovës, që duhet me pas parasysh domethënë që nuk munden vetëm këtë iniciativë, është e pamundën, domethënë edhe pse është donacion, këta me marrë këtë mision e ne me thonë që është e mbaruar dhe me prit që gjithë dikush tjetër më na kryj punë. Duhet bashkarisht, une edhe publikisht domethënë i falenderojm komplet stafit, popullit holandez që na kanë bo këtë derë, domethënë që miliona euro domethënë këtu derdhen, mirë po është puna që nëse nuk ka përkrahje komunale apo më gjerë, ne si qytetar patjetër që mujna me dal, mirë po duhet një iniciativë. Iniciativa për atë domethënë një mobilizim është më i madh qytetar. Duhet ajo sepse kemi raste çdo ditë që ndëgjojmë, e dim domethënë situatën reale, pikërisht për ato edhe une deshta dhe me qenë pjesë këtu për intervistë, se i dim realitetin si është. Domethënë tash vjen edhe dimri, ku me qenë edhe ma ftoftë, situata ku me qenë edhe ma kritike, kena ku me marrë masa dhe ma herët është i ftoj krejt qytetarë, domethënë nëse nuk kanë mundësi donacion me bo që për aspektit tonë, domethënë si vendor, s'pa ku mujnë domethënë ose me marrë pjesë si aktivist, ose edhe me bo sensibilizim domethënë për hapjet lajmit që është një iniciativë e tillë. Gjithçka, diçka e vogël që është e mirë se ardhën, domethënë që t'ja kthejmë edhe na si falënderim, domethënë si ne vërtet e meritojnë për mu këta janë heroj për këto punë, domethënë këto që vullnetarisht kanë ardhur. Sigurisht që po. Zotri Sadrin, në Kosovë shpeshherë hasim në dashamirë të mëdha të kafshëve, persona të cilët mbajnë e kujdesen për to. Sa keni pas mundësi ju me taku persona të tillë në Kosovë deri tash? Na ju garantojmë se gjithë dashamirët e kafshët vërtet na i ngjofim dhe jemi në kontakt me ta, na i respektojmë gjithë, na i ndihmojmë me ushqim, edhe me gjëra tjera që më javë lehtësu punën, ata na përcjellin neve në faqen tonë Animals Kosovo, po i ngjofim për fat keq edhe ata që shiten që janë dashamirë, po përfitojnë nga aspekti i vujtjeve të kafshëve dhe ata janë, si më thonë, hija zes e popullit tonë dhe shtetit tonë, se ata mendojnë se nuk po e dim çka po ndodh, por tani është koha, domethënë, e teknikës, e mediave sociale, domethënë, në atë moment që ndodh diçka atje veç po del para se këtu, edhe pse disa për shembull mendojnë që në lajmet tona s'ka kur gjos po del s'marrin vesh, na po e dim atje. Neve kemi fatin që çdo ditë po rritet numri vullnetarëve, edhe domethënë veterinarëve, që po ja bashkangjiten iniciativës tonë, pasi që ne punojmë me transparencë 100%. Çka ndodh për ditë, na e cekim në faqen tonë, në internet, edhe në Facebook, dhe aty na kemi fitu besimin nga ata dhe po rritet numri. Po shohim edhe që po zbutet vujtja, por kemi një shqetësim shumë të madh pasi që tash është edhe koha zgjedhjeve,
edhe tash po krijohet një pasqyrë shumë e rreme nëpër komuna se e kemi zgjedhur problemin. E aty neve po na pengon se edhe mu po më qetë pozitë keqe, se unë i kom thonë s'di se herë, unë shokët e mi edhe popullin holandez po e gënjej për ditë. Po dalë Renat Sak, po dalë mashtrus. Pse? Unë i kom thonë atin çdo herë, ne jemi popull humanitar, na animojmë gjithë. Tash këta vetë po konstatoj që jemi popull rrens. Pse? Se ata, për shembull, na kemi pas shumë raste, kemi taku kryetarët komunave, edhe zyrtarët komunave. Kur i pyet ata edhe domethënë kontakt fizik të premtojnë gjitha. Ta marrë nëse ky e realizon 5% çka ka premtuar, ne zgjedhim problemin e këtë qenëve të Evropës, jo të Kosovës. Si po largohemi, kur po i dërgojmë email ose po lypim kontakt, mos ka reagim hiç. E kjo është shumë një pikë shqetësuese dhe jo e mirë, civilizuese, se mandej unë qysh më, domethënë, më arstitut të mishtë të mi atje holandesë, ata po thonë, pse nuk po përgjigjet, çka më i basi? Edhe nuk zgjidhet problemi tu i vra qetë, tu i helmu qetë, edhe tu i zhvendus qetë. Se tash na ishim para 3 muaj këtu, Prishtina ka qenë plot me qenë. E tash s'ka asnjë hiç. Na e dim, këta që janë deti që janë shkuar, as në shtet tjetër, këto domethënë janë zhvendos, e ku janë? Shkoni të mbeturinorja e PES për plot, shkoni të mbeturinorja një stok për plot, në vështri për plot, në dule për plot, ata janë qenë të komunave. Domethënë mos e mashtroni popullin. Po më vjen shumë keq, ka edhe disa media që na premtuan neve që do të na japin kohë të cekim në problemin, edhe më në fund nuk na mashtruan në rretën. Pse? Po vrapojnë pas të njëjtëve që po veprojnë që 20 vite, që po përtojmë gjitha, po ta premtojnë një javë ose një muaj para, domethënë zgjedhjeve, e masani kemi 4 vite mashtrim, dështim, zhgënjim edhe faqen e zezë për popullin tonë. I lust kret popullin, ki kujdes, mos i dora më mashtrimet, se faqja zezë neve si popull, po edhe kafshët po e paguajnë me jetë. Se unë po shoh edhe plakatat ka 10-12 metra që po dalin me fotografi disave, e që ato plakata nuk i ka financu asnjë i shtetit tu, që ato plakata po i financojnë qetë, që buxheti është për ta, e tash po shkon plakata, e po shkon reklama disave, domethënë vdekja qenëve të Kosovës po i financon plakatat të zgjedhjeve. Ajo është birim. Përmendeni shumë më herët sa pare janë grumbullur realisht për me u zgjidh ky problem prej anës tuaj, po deri tash sa keni arrit me kontribu në mirëqenien e kafshëve ndërtoke këtë rastëqeve? Na kemi realizuar 2500 qenë, na kemi lutë gjitha komunave, kemi shkruar gjitha komunat, janë bashkangjitin edhe ju, bëmi bashkë, na kemi bë plan për këtë vit me sterilizu 10.000 qenë. Me pas sterilizu 10.000 qenë, do më thonë për 34% do zbrite numri i shtimit. Po mjafton veç sterilizimi, apo duhet më shku edhe një hap më tutje, ndoshta grumbullimi tyne në përstrejmore e gjonat e tilla. Pasi që edhe nëse sterilizohen ata prap janë në mesin tonë. Gjoko, nëse ka strejmore, do më thonë humane, edhe ajo është hapi i dytë, po hapi parë, pas sterilizimi nuk i arrin kur gjë. Se për shembull, çdo strejmore, nëse strehon aty më shumë se 50 deri 100 qenë, ajo është vetë vrasje për ata qenë, se qenë janë territorial. Nuk mundesh ti më dhon si të qenë ka 10 metra katror. Do të thonë ata njëri tjetrin do ta vrasin. Por, nëse nuk sterilizojmë, streha sa dush, ata po shtohen, se një qenë po i ban 6, ai mas 3 muajve po i ban edhe 6, edhe mas e 6, po bon 50 për një qenit. Do më thonë, strehimi mund me qenë një opcion, po sterilizimi është numër 1. Nëse nuk i sterilizojmë, s'ka kur gjë. Edhe me pas këtu, në këtë vend, sterilizime të rregullta, sot ne kishme luftu me gjetë një klysh dikun edhe kush po e merr. Po fati keq që nuk u sterilizu këtu, edhe u rrit numri. Se qenë të sterilizum, për 5-6 vite qenë të rrugës vdesin vetë, se qenë papronar nuk jeton shumë. Po problemi është që problemin e kanë lënë më rrit, nuk e kanë sterilizu, e tash u bën numri shumë, pak para zgjedhjeve çish me zgjedh problemi, po i zhdukim qenë. Pse? Se buxheti qenëve u zhduk, e mos tani pason edhe zhdukja qenëve. Me zhdukje po në kupton zhvendosin e tyre pe një vendi në një vend tjetër. Jo, na kemi informata, për shembull dëgjojmë pi vullnetarëve këtu që për shembull qenë jo vetëm që janë zhvendos, po dhe janë zhduk, që nuk mundin mi pa kërkon hiç, se qenë Kosova është e vogël. Qenë nëse zhvendos pi këtuit, na kemi vullnetar këtë Kosovën. Ata po postojnë foto të video se për shembull e shet qenë që ky qenë që kom ushqyer në Prizren, tash po e shohin pe, qenë që kom pa në Prishtinë, e kom pa atje. Domethënë na kemi një, si më thon, një rjet
vullnetarë që këtë e din përse si qenë. E nëse një qenë zhduk të s'ka, do më thonë aty diçka ka ndodhë që ai qenë ka shku për tjetër dynjo. So kushton me u sterilizu një qenë? Sa mundet me kushtu si proces? Na kemi veterinar dashamirët kafshëve që për ne sterilizojnë për vetëm 45 euro një qenë e 25 euro një mace. Dhe me thonë, për mi sterilizu këtë qenë të Kosovës, ne kemi thonë vetëm na jep një gjysmë milioni euro, ne zgjedhim problemin. Po ndërkohë ju keni 2.5 milion, a nuk mjaftojnë ato? Ne pata e ceka që ne kemi pru ndihma si ushqim, ka fazë me atë vlerë. Po, e kuptueshme, po. E tash nëse na i shohim si për shembull komunat cekin që na kemi kaq parë në dispozicion për kafsh, nëse të bëjmë gjitha bëgjetet të qendrore dhe komunale, flitet për rreth 2-13 miliard. Na e kemi thonë vetëm 20% na jepni që atyre atinëve, ato tjera merrni ju, shkoni në deti, ku shkoni, na zgjedhin problemi. Po dhe ato nuk janë të gatshme më ne thonë. Do me thonë ata po e mashtrojnë popullin, po nuk mujnë me na mashtru neve, pasi ne miremi me fakte. Se fakti është që për shembull qenë për zhdukët, qenë për shembull nuk po lihen qetë. Nëse qeni ushqehet, sterilizohet, ajo nuk është agresiv. Agresiv bëhet qeni kur e zhvendos qenin e Prishtinës se çon pej, kurse ajo është qeni pejes atje, atë në territorial e fillon lufta. Edhe është agresiv kur është i uritur, sa do të më ushqyej ata klisht. Sigurisht. Jepi ushqimin, lehet që jetë mos e maltreto qenin nuk ngacmon. Se Holanda ka 2 milion qenë. Këto i kemi 20.000 qenë ose 30.000. Atje kërkush po e kafshon, asnjë qenë pse ushqehet, ka, domethënë, ndihmë mjekësore, i ka të gjitha. Unë ju falenderoj shumë për iniciativën e juaj dhe po shpresoj shumë që kemi me u taku në ditë më të mira, me ju falenderu që ky problem është zgjidh në total, është zgjidh përfundimisht. Faleminderit që ndajtet kohën sot për neve. Nëse kisha mund po, patjetër, se duhet me pas parasysh domethënë sa ti qysh na tregoj domethënë për numrin e qenëve aty që ekzistojnë, mirë po duhem me ditë edhe diçka që Holanda është domethënë vendi lider domethënë për trajtimin e kafshëve, po, kuptueshme. Për gjithçka. Edhe të pas parasysh domethënë që çaja përvoj vullnetarisht neve tash këtu po na vjen, është nuk është një proces afas shkurt kjo, domethënë nëse normalisht nuk është sen që kryhet brenda vitit ose ajo s'ka më kon, kjo ku me qenë proces. Mirë po na e kena një ndihmë që gjithë ka paguhet, kurse këtu vjen si donacion, çka na vjen vetëm se është domethënë që na me i suportu, domethënë që nuk ka me qenë domethënë në momentin na që i suportojmë, kjo i vjen që na edhe i motivojmë për më ardh për hera tjera. Edhe ndihma duke u rrit, domethënë vinë më shpesh, domethënë vinë nuk ndalen, sepse dikur kur demotivohen atëherë normalisht që puna e humanitetit ku me kalu dika tjetër që ajo është gjithkohë, domethënë mirë po na duhet me ditë këtë me ditë me u hap derën për të mirë. Çfarë është krejtë e seta, kështu që unë i ftoj qytetarët mu bashkangjit këtë nismë sepse është një problem që është serios, ka zgjidhje, mirë po na vjen edhe neve një iniciativë. Një shtysë më e madhe në këtë drejtim. Kjo sigurisht që është edhe thirrja jonë, zotëri Satria përmendi më herët që organizatën e tyre mundi me gjetë gjithkohë në rrjetet sociale. Animals Kosovo është emri, kështu që kushdo që ka dëshirë me ndihmu si vullnetar në këtë drejtim ose në çfarëdo lloj mënyre tjetër, aty po besoj që janë krejt kontaktet edhe mundi me bashkëpunu me këta njerëz të mirë që ja dojnë të mirën Kosovës tonë. Faleminderit shumë që ndajtet kohën për neve. Faleminderit edhe një herë, kam respekt veçantë për ju, thash se vërtet jeni edhe human, edhe e keni mbajtur fjalën çdo herë, keni keni mbajtur fjalën. Përshëndes krejt ekipin juaj, vërtet jeni fenomenal. Ju faleminderit, respekt madh. Merci. Thank you. Thank you.